Dursaket thonë që janë më të bukura dhe më të shishmet në të njëjtën kohë. Po jemi, ja, dukemi qartë. A keni në bosmi, goca, keni në lidhje me në një tjetër? Janë bërë të gjitha princesha. Nuk japi në zemër, e kanë ullë dorën në shpirt. O zemër, mos u merrni me barbona dhe me çunat vegje. E përshëndesim Dajanën njerëz, është kokra e yllit dhe du fort. Mua, o shpirt, faleminderit shumë. 10-15 vjet me, edhe ti të burri martuar, punë e madhe, O merri në lek. zoga, shkojmë te tema. Ti burri martu merri në lek. O zogu, ato që thojnë janë për gjithë princesha dhe ky që i thot mos e pranoni pa lek. Edhe mi përshëndet vajzat, mi përshëndet pak vajzat, zoga. Cili është ai njeri? Dajana ju përshëndet shumë. Do t'ja kaloj një kufje shoferes, se thot janë gjitha princesha. Zemër do të flisni drejt për drejt me Dajan. O më s'ka burra lesh, jo zemër. To janë burra për të mërkuar. Po t'ja thusi qik sajme. Futa më zemër. E futa. Po sa mirë. Dajana përshëndetje. O shpirt mirë se më erdhët, po sa mirë që më erdhën goca njëra, po s'qekin edhe nga Durrësi, që unë e kam shumë xhank, kështu që është 2 fish kënaqësi. Tani, unë qesha pa fund, te momenti... O, të vdes. Te momenti, që goce na vdekt hasmi, ne do jetojmë gjatë. Unë qesha me lot tek momenti kur thej janë bërë të gjithë princesha, dhe ndërkohë afër teje ishte zogu me mikrofon që të intervestonte. Aty pa kam një qeshu që se ndalova dot, se është ironi e fatit ky muhabet.